Përshëndetje, ne po sëritem nga Kryeqyteti u kërkuar që të formohet ndoshta edhe një komision tjetër ad hoc, gjë që e kundërshtuam për shkak se ka qenë një komision ad hoc. Komisioni ad hoc e ka kryer punën e tij dhe me shumicë votash është votuar sjellja raporti i këtij komisionit ad hoc është sjell në Kuvendin e Kosovës, sot është me vazhdu aty ku kemi ngel. Hudhet në votim raporti i komisionit për verifikimin e mandateve. Ka që kanë të drejtë, ka që dash me u bo dhe jo tash tirën konsulta, kërkohet që prapë formohet në një komision i ri, qëndrimit i kemi të njëjta, kjo qeveri ka bo shkelje, po vazhdon me shkel kushtetutin ligjin e Kosovës, o dash jo me informat, po depunimi i dorëheqjes së kryeministit të kabinetit qeveritar në mënyrë që o të jenë deputet, o të jenë kryeministër dhe ministra. Vendim ka marrë Kuvendi të martën, ka marrë vendim që ai raport nuk ka kaluar, a presim me pas një raport? Raporti ka kaluar në komision ad hoc. Me shumicë votash është proceduar në Kuvend. Seanca është ndërprer në Kuvendin e Kosovës, aty duhet vazhdohet. Nëse ka dalë ashtu në Kosovë? Do të shohim.